Big Brother Albania V5 po vjen dhe në faqen zyrtare të Fan Club pas konfirmimit të Francesca Murati si opinioniste e parë ka shpërthyer kurrëshe për emrin e prezantueses që do të drejtojë këtë program. Produksioni ka publikuar një foto me disa iniciale duke ndezur menjëherë debatin në rrjetet sociale, SG për Sara Gjordenin, ET për Egli Takon, KT për Kiara Titon, ONO për Orin e Bien dhe RR për Rozana Radin. Një pjesë e madhe e publikut është e bindur që drejtimi i këtij edicioni do t'i besohet Egli Takos, e cila ka mbyllur me sukses sezonin e parë të ISD. Emri i saj qarkullon furishëm, sidomos për shkak të prezencës së qëndrueshme televizive përgjatë muajve të fundit. Nga ana tjetër ekziston një dyshim i fortë se Kiara Tito mund të jetë moderatore Fan Club, pikërisht në momentin kur ajo po përmbyll të javë sezonin e Portokalli. Për publikun ky është një sinjal që nuk duhet nënvlerësuar. Një detaj që ka shtuar më shumë mister është deklarata e Franceskës, e cila la të nuk kuptohet se moderatoria është një vajzë që njeh shumë mirë botën e modës. Ky përshkrim i shkon për shtat natyrisht Kiarës, duke e rikthyer atë në qendër të spekullimeve.